Në një kohë kur qytetarët po përballen me rritje çmimesh dhe kosto gjithnjë më të lartë jetese, qeveria Kosovës ka vendosur pagën e 13 për sektorin publik. Mirë po kjo nuk do të ndodhe edhe në sektorin privat. E për këtë çështje, Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, në një lidhje virtuale ka pohuar se edhe këtë herë u diskriminuan punëtorët e sektorit privat pasi buxheti i Kosovës nuk është vetëm i punëtorëve të sektorit publik. Ky buxhet i Kosovës, Republikës Kosovës nuk është vetëm buxhet i punëtorëve të sektorit publik. Mos harrojmë se ne i gëzojmë ndarjes për këta punëtorë, por nuk është hera e parë që qeveria e Kosovës i diskriminon punëtorët e sektorit privat të Kosovës, sepse nëse ato mjete grumbullohen kryesisht nga pagat e punëtorëve të sektorit privat ku janë mbi 200.000, është një ironi shumë e madhe pse nuk ndanë këto mjete edhe për punëtorët të sektorit privat të Kosovës. Mjetet që do të destinohen për pagën e 13, më mirë do të ishte që qeveria t'i barazonte me pagën minimale, shtoi Azemi. Këto mjetet që nda më mirë kishte me qenë që kryeministri i Kosovës ta barazonte pagën minimale që ka shumë punëtorë të sektorit privat të Kosovës që kryejnë shërbime për qeverinë e Kosovës dhe edhe sot marrin pagë 292 euro dhe punëtorët e sektorit publik të marrin nga, po themi edhe pagën e 13, është një diskriminim hala më i madh se sa këto që e ka bërë. Realisht po e them, a ka qenë më mirë që të intervenoj kryeministri i Kosovës më shumë se 10.000 punëtorë që sot nuk i gëzojnë pagat e tyre në krahasim me pagën minimale, por dikant t'i baj ka 2 paga dhe dikush po e përsëris në Universitetin e Prishtinës, edhe sot punëtorët e sektorit privat të Kosovës që paguhen nga buxheti i Kosovës marrin 292 euro dhe me të vërtetë është një vendim që mendoj që ky kryeministër nuk është kryeministër i gjithë punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Azemi gjithashtu vuri theksin edhe të një rast tjetër, kur janë diskriminuar punonjësit e sektorit privat. Paramendojeni që këto qeverit tona edhe në kohën e Covidit i diskriminuan punëtorët të sektorit privat të Kosovës, ata të cilët në për spitale, mirëmbanin spitalet, banin roje në për spitale ku personi i parë që ka qenë një smund me Covid ka qenë punëtori i sigurimit dhe punëtori i pastrimit, edhe atëherë na diskriminuan. Normal që ne jemi në pozicion dhe tani kemi padin në gjykatë, por megjithatë as gjithherë do të fitojmë na vetëm përmes gjykatës. Me të vërtetë është një diskriminim përsëris i llojit të tillë, çka unë s'kisha dashur me pa edhe në shtete tjera e lërë më tek ne. Sipas ministrit të Financave, Hekuran Murati, pagën e 13, përveç atyre që kanë punuar 12 muajt e kaluar në sektorin publik, do të ndahet edhe pagë pjesëshme edhe për ata që nuk kanë përmbushur plotësisht 12 muaj punë në sektorin publik.